Çdo aset në mbrojtje e ka dosjen e vet, e ka regjimin e mbrojtjes, e ka perimetrin, e ka përcaktimin e vlerave. Pra është secili duhet me ushqyrtu veç e veç. Dhe tash ne jemi në këtë proces kur mbrojtjen e përkohshme përmes KKTK-s e shndrojmë në të përhershme. A është kjo bazë mjaftueshme me ja blloku komunës punë? Asnjë blokadë nuk ka dhe po vite blokada tash. Blokada është manipulimi numër 1 i komunës. Kështu. Hajde. Ligji i trashëgimisë kulturore thotë që mbrojtja e përhershme dhe mbrojtja e përkohshme si regjim kur t'i jepen nga institucionet nënkuptojnë të njëjtat siguresa, të njëjtat mbrojtje. Pra, si mbrojtja e përkohshme, si e përhershme, e kanë statusin e njëjtë që i bie, nëse dikush don me bo një projekt brenda këtyre zonave, veç duhet me shku në Institutin e Monumenteve, me çu projektin, edhe me marrë një pëlqim për këtyne. Pra, ka që thjesht është kjo punë. Perceptimi që këta po e kryejnë në publik, është kinë se ne po i blokojmë. Mirë po, për George Bushin, a dini kur ka në ardhë me e sjellë pëlqimin. Masi ka nisë me Masi që u dalë inspektori, e inspektori tek ne është hallka e fundit. Ne masi që i shtirim të gjitha veprimet, paralajmërimet, njoftimet, në fund, nëse komuna, ose cili do autoritet, ose ndonjë investitor privat, nuk i respekton këto ligje, këto procedura, inspektori detyrohet me dalë aty. Dhe këta, pas daljes së inspektorit, e kanë sjellë projektin në... Pra, edhe pse ato nuk janë monumente në mbrojtje të përhershme, janë të prit dika në një Excel, a e marrin a nuk e marrin këtë status, ju po thoni që prap ka bazë ligjore për me nal qëtë projekt të ministrisë, ose s'paku është dasht komuna me apliku për leje si kur tishin në mbrojtje të përhershme. Nuk ka nevoj hiq me ndalë, veç ka nevoj me respektu ligjin. Ata kanë apliku, ta shtoj kanë afat mu përgjigjë instituti? Afatet gjithmonë respektohen në institut. Që i bjen? Që i bjen, instituti duhet brenda, kur të merë shkresim, brenda një periudhe 2 javore, 15 ditore, ose nëse landa është ma komplikume, e shtyn edhe 2 javë të tjera me këthy përgjigje. Por, çka ndodh në punën e IKMM-s, institutit në këtë rast? Ka shumë landë, ka shumë punë. Dhe përgjigja që është këthy tash komunës për George Bushin ka rekomandime dhe ka kërkesa për sqarime shtesë. Pse ndodh kjo? Sepse ti nuk mundesh çfarë do projekti me dërgu atje, edhe veç me e prit kështu pro forma miratimin ose pëlqimin e tyne. Po ilustroj çysh funksionon ky komision me projektet e vetë ministrisë. Edhe na marrim pëlqime prej tyne. Ata janë pjesë e ministrisë. Mirë po, kur ministria investon në zonat të mbrojtëna... Statusi juridik, nëse është diçka në mbrojtje të përkohshme, asnjë problem nuk ka. Ju po thoni që mundet me nejtë. Asnjë problem nuk ka me statusin juridik. Sepse çdo vit bëhet rivlerësimi i vlerave. Nëse ai monument i ka vlerat e njëjta edhe sot,